Pavarësisht temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin gjatë kësaj vere, qarku i Lezhës është përballur me një numër më të ulët zjarresh krahasuar me vitet e mëparshme. Sipas të dhënave të mbrojtjes civile në prefekturën e Lezhës, gjatë muajve qershor dhe korrik janë regjistruar 28 raste, kryesisht në sipërfaqe pyjore, kullota dhe toka të papunuara. Në 3 prej këtyre rasteve ka qenë e nevojshme ndërhyrja nga ajri me helikopter, ndërsa në operacionet e shuarjes kanë marrë pjesë edhe forcat e ushtrisë në mbështetje të strukturave vendore dhe zjarrfiksëve. Rastet zjarreve gjatë muajit qershor korrik kanë qenë kryesisht që kanë dëmtuar më shumë sipërfaqe, kanë qenë në sipërfaqe të papunuara, djerrina, brigje kanalesh, rrëza hekurudhësh, të cilat kurse edhe pyje mësaj ka pas dëmtime të lehta në sipërfaqe pyjore. Gjatë muajit qershor kemi pas 7 raste zjarresh, janë 6 në bashkinë Lezhë dhe 1 në bashkinë Kurbin, kurse muaji korrik kemi pas në total 21 raste zjarresh, kemi në bashkinë Lezhë 9 raste, janë 3 raste në sipërfaqe pyjore, janë 5 raste në sipërfaqe të papunuara, djerrina, brigje kanalesh, kallamishte, meturinja bujqësore të tjera që nga kurri i grurit, kemi edhe në një objekt biznesi. Krahasuar me vitin e kaluar, ne kemi shumë situatë më të qetë faktikisht. Me datën 29 qershor të 2025 kemi të raportuar në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile nga bashkitë kene edhe ne ke Agjencia Kombëtare të Mbrojtjes Civile 22 zjarre vetëm me datën 29 qershor. Pra, ne kemi në total 7 qershori dhe 21, 28 në total për 2 muaj të raportuar, kurse në muajin qershor të 2025 kemi pas vetëm atë ditë kemi pas 22 raste zjarresh. Vlen të theksohet se gjatë muajit të korrik jemi mbështetur në 3 raste nga Agjencia Kombëtare të Mbrojtjes Civile, nga Ministeri i Mbrojtjes ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile me mjete ajrore, 1 rast në Kurbin dhe 2 rast në Lezhë, 1 Shëngjin dhe 1 në Gryk Banati. Ke pas njëkohësisht në Shëngjin, këtu në lagjen Sakët, në ishull Shëngjin, mbi lagjen Sakët aty, jemi mbështetur edhe me 46 forca të armatosura për fikjen e zjarrit. Ndërkohë, me vijimin e temperaturave të larta dhe gjatë muajit gusht, strukturat e mbrojtjes civile mbeten në gatishmëri të plotë në të 3 bashkitë e qarkut, Lezhë, Kurbin dhe Mirdit. Autoritetet theksojnë se monitorimi i territorit vjon pa ndërprerje dhe u bën apel qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, duke shmangur çdo veprim që mund të shkaktojë zjarre, veçanërisht në zonat pyjore dhe pranë tokave me bimësi të thatë.